E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndaluar tek e preferuara juaj, tek zemra juaj, tek goca që ju mban me dashuri, ju mban me energji dhe ju mban me pozitivitet. Do të flas pikërisht për Egli Takon, rrugtimi i saj, një vajzë energjike, një vajzë pozitive që gjithmonë ditë na dhuroi dashuri edhe adrenalin. Egli Tako ka postuar ditën e djeshme një fotografi që ajo në çdo postimin e saj, në çdo dalje publike të saj, tregon vërtetësinë, tregon sinqeritetin dhe njeriun se kush në të vërtetë është ajo. Egli është një personazh dinjitos, është një vajzë me shumë vlera. Është një vajzë që ditën e adhuroj shumë energji të mirë. Dhe pikërisht po flas për këtë Eglin ton. Egli e jon ka postuar një foto që tregon që është e smur, do me thënë vazhdon të jetë me virus, që javën e kaluar, Egli ka qenë me virus, por edhe këtë javë, por ajo që nuk ndalon tek Egli është puna e pa fund për të ardhur të publiku, do me thënë punon videoklipin, po përgatitet çdo ditë për të regjistruar çdo të mërkur apo të ejte emisionin Yes Day, dhe do me thënë është super fuqi në sken. Egli Tako do të sjellën së shpejti klipin e saj të radhës që kemi të bëjmë me një balad që në fakt do të lançohet në kanalin e saj zyrtar, ashtu siç u lançua mbrëm edhe kënga e Luizit. Egli Tako po punon me shumë intensitet, ajo i ka lënë gjërat krejt të hapura, do me thënë po moderon emisionin Yes Day, nuk i dëshpëron fansat e saj, nuk heqën dorë nga muzika, po mundoj që të sjellën këngë të bukura, klipe të bukura me shumë energji. Po dhuron shumë këngë fantastike dhe publiku po e preferon. Por Egli, siç duket, po kalon virozën e njëjtë siç e kalojmë ne. Ajo komunikon me ndjekësit e saj në Instagram, flet me to, do me thënë ka një lloj dritare që Egli i trajton si miqtë të saj dhe siç duket po përgatitet për Big Brother VIP Albania 5, ku Egli do të na dhuron një energji shumë të mirë dhe pozitivitet. Dhe kështu që unë me zemër e pres Eglin që të na vinë në sken, uroj që t'i kalon ky grip, por edhe pse me grip Egli është shumë e bukur, është shumë energjike, ka shumë pozitivitet, do të thënë nuri i bukurisë nuk i bie kur, dhe ne e shijojmë pamjen e saj. Dua të marr mendimin tuaj për Eglin dhe çfarë prisni ju nga Egli, nga kënga, që unë e di që do të jetë një balad që do të pasionohemi të gjithë, do të na dhuroj dashuri, do të na dhuroj emocion, por do të jetë edhe një Egli që do të na jep të gjitha emocionet në formën e saj.